Vazhdojmë me sfidat e pejgamberit alayhi salam. Allahu shpërblet. Sfidat e profetit alayhi salam në marrëdhënia me hebrejt. Dhe gjithmonë kur përmendim, domethënë, sfidat të cilat i ka kaluar i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, i përmendim për treguar se si duhet veprojmë në tilla situata. Domethënë, nuk është se hebrejt patin kohën e profetit dhe s'ka më, apo nuk është se virtytet e tilla ishin vetëm u përballën me ato pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nuk do të përballemi më. Këto virtyte ne i kemi në shtëpiat tona, ç'është e vërtetë, si rasti që do të përmend sonte ose si disa raste të cilat i kanë përzgjedhur, domethënë, në përballjen e profetit alayhi salam me hebrejt, si sfida e mendjemallit, Një ditë prej ditësh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon për të pajtuar një dy vet. Tek kthehej vren një grumbull njerëzish dhe i shfrytëzonte i dërguari i Zotit alaihi salatu wasalam këto tubimet për të përcjellë njerëzve mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Që do të thotë që duhet i shfrytëzojmë. Pra ka shumë raste të ndërumit e mi, veçanërisht kur bëhet fjalë, domethënë, kur ke vdekje gjëra, duhet t'i shfrytëzosh. Mos prit që të thrasë dikush, jo me patjetër duhet me të tret. Pra mos kërko ftesë, por ti nismëtari i cili e bën një vepër të tillë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam i shfrytëzonte këtë situata. Përse? Po ne jemi të obliguar domethënë që t'ua përcjellim mesazhin e Allahut njerëzve. Nuk do ja përcjellim vetëm atij i cili ta kërkon, po e kërkon, po ai e ka bën hak domethënë 100 herë. Por ne jemi të obliguar të përcjellim edhe atij që në realitet nuk don me dëgju për shembull fare, as nuk don të di. Duhet bëjmë detyrën tonë. Ndaj tek kthehej pejgamberi alayhi salatu wasalam vreti një grumbull njerëzish, ndërta dhe Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul do të jetë koka hipokritëve në të ardhmen. Mirë, po në këtë ndodhi që është e vërtetë nuk ka qenë bë musliman, nuk e ka pas shprehë Islamin, se ka ndodhi të ndryshme me to. Dhe pasi e dëgjon atë profetin alayhi salatu wasalam thotë, fjalët e tua, pra fjalët të cilat ti po i thua, ngjajnë të bukura për personin i cili i don. Pra ai i cili don më të ndjek, janë të bukura, pra nuk është se ne ja imponojmë tjetrit bukurinë e diçkaje apo bindjen, pra ta bindesh për diçka. Mirë, po shko dhe gjej një qosha ne nga doti dhe të vinë njerëzit vetë, nuk je pse më na bezdisnë të tjerëve. Profeti alayhi salatu wasalam vazhdoi misionin e tij. Mirë, po thotë kur u largua, sepse aty pati edhe muslimanë të cilët shoqëronin profetin alayhi salam dhe me patjetër domethënë që u irrituan. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë sahabiut të nderuar Sa'd ibn Mu'adh, thotë, a e pen se çta ky shoku jot, profeti alayhi salam nuk barazon Sa'din, se Sa'di është ai person për cilin ka thënë është dridh arshi i Allahut për vdekjen e Sa'dit. Pra nuk është duke e barazu, por duke qenë se Sa'di kishte lidhje me këta. Shikoni tash se si sillet njeriu të cilin e ka edukuar profeti alayhi salatu wasalam me edebin, me moralin e profecisë. I thotë i dërguami i Allahut, mos u mërzit për ti, se ka siklet. I thotë profeti alayhi salam, siklet. Thotë i dërguami i Allahut, e kishte bë kurorën e mbretit gati ai. E kishte bë kurorën gati para se të vijeti. Duke qenë se dy fiset kryesore të Medinës, Aus dhe Khazraj, kishin përplasje me njëri tjetrin, nuk gjenin domethënë se këtë vinin që të ishte asnjënës për drejtues. Dhe që të dy i kishin sy tek Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ishte njëri fisnik domethënë. Dhe ky i thot pra profetit alayhi salam që ai kishte bë kurorën gati i dërguami i Zotit. Por erdhë ti i prishe planet, ndaj ai ka siklet, mos ja merr për ters. Njeriu në fjalë po kërkon edhe ta qetësojë të dërguarin e Zotit, por në të njëjtën kohë po kërkon ta justifikojë edhe tjetrin. A ka mundësi që një person i cili domethënë si justifikime të tilla, të cilat janë të paqëndrueshme, sepse ky kishte mendjemallësi,
Për çfarë i ka thënë, konkretisht i ka thënë profetit i herë në fillim, i herë po na bën pluhur. Po na bën pluhur duke kalu këtu. Ka një transmetim tjetër që janë përballë edhe sahabët me të, por jo në këtë rast, ku i thotë që vjen era gomar ose vjen era mushk, sepse profeti alayhis salam domethënë i kishte hipur mushkës ose gomarit. Kërcen një prej sahabëve dhe thotë lenetenu himari Rasulillah, pa pastërtia e gomarit pejgamberit është më e pastër se sa ti. Dhe është më herë më të mirë se sa ti. Dhe këtu sahabët domethënë kanë kërcyer kur i thon për të përplasur me njëri tjetrin, që është e vërtetë se njëri tha që e thua ti këtë sepse nuk është i afërt me fisin tënd, tek shumë rradh. Pra, shikoni se si sillet i dërguar i Zotit me njeriu i cili e kundërshton në publik, që nuk është vetëm profet, por është edhe njeri i pushtetit sepse është mbret. E kundërshton në publik, e ofendon më mirë themi në publik, kërkon t'i japi men, që do të thotë që ti mund të përballesh me situata të tilla, duhet i kalosh me sportivitet këto. Nuk është se duhet merresh me çdo fjalë që thot tjetri. Po vëllezërit e mi ka shumë njerëz që duhet më thonë po. Por po ke drejt. Ke drejt. Nuk ja del ndryshe. Është një histori që sharaka që unë e përmend vazhdimisht faktikisht, e përmend si për qesh, po ç'është e vërtetë, domethënë ajo e ka mesazhin e vet brenda, do dy veta grinden dhe shkojnë tek një hoxh për gjyku çështjen e tyre. I thotë hoxh, do të kemi ardhur të na ndajsh një mosmarrveshje që kemi me njëri tjetrin. Po dita thot po, pse jo? Po patjetër thot që din, thot njëri prej tyre. Patjetër që di se ne ndaj dhe kemi ardhur këty. Urdhëro, i thot hoxha, merr përsipër njëri prej tyre të flasë i pari dhe pasi e dëgjon, domethënë, i thot ha hoxha kam drejt. Po thot hoxha ke drejt. Pritër e thot ky i dyti, se s'kam folur në akoma. Foli dhe i dyti versionin e tij, thot hoxha kam drejt, po thot edhe ti ke drejt. Një drejt që s'ishte fare në muhabet. S'ishte fare në muhabet. Që i shihte nga i qoshe i xhamisë i afrohet dhe pasi e përshëndet të hoxhën të vallaj dufart. Po ta paraprit me këtë fjalë një herë dufart, pritet mbrapa se çfarë vjen. Domethënë, kjo është një eksperiencë. Po ta vallaj dufart, prit se e ka i bisht mbrapa. Në unë thënë ty, tha. Ka gjithë të vite që të njofë, falem më steje, lidhem më steje, po sot kom pa i diçka të habitshme që se kom pa kur më përpara. Hajrë, do t'i shala. Po i dhe drejt, thot, edhe të parit edhe të dytit. Të shtjo i pari, jo i dytit, thot kishin drejt, se të dy s'ka në do. Thot e pa u menu, dhe i thot, di që në ti ketë drejt. Jo vetëm këto dy të parë. Pra vëllezërit e mi, ka shumë njerëz, me ata mund ta kalojsh domethënë duke i thënë që po ashtu, domethënë ai don thjesht shprehet. Don ta shprehet veten. Leje ta shprehë, pse me atë do merresh ti domethënë pikë presje, au shpreh, po, Allahu ta shpërblet. Vrej punën tande. Mund të mbyllen shumë gjëra në këtë formë. Pa qenë nevojë domethënë që më zmadhu. Profeti alayhis salam nuk i zmadhon të gjërat. Një ditë prej ditësh një mësues donte t'u tregonte nxënësve se sa vlen problemi i dikujt, sa peshon. Edhe i thot, pra si më thonë unë tani, ore, kjo shishe e ujit, sa peshon? Gjysmë litri. Ai më ndot 2 minuta ose 5 minuta kështu. Pra pa e ujt dorën, e ma. Po i orë tha e ma. Njeriu kur mendohet, ti i orë nuk e mendot më. I tha, po pse tha? Edhe pas i orë, ajo po prap gjysmë kilogrami peshon, nuk peshon më shumë. Apo është vazhdimësia, tha profesor. Është vazhdimësia, domethënë që ka jetë gjatësi që e majte shumë, ajo e cila i ndryshoi gjonat. Kështu tha është puna e shumë gjonave. Janë të lehta, po ti do rish menin aty, i kushton rëndësi më shumë se ç'duhet. Vjen zmadhohet ajo. Domethënë,
e shef që dikush mund të ketë problem shumë të vogël në jetë. Shumë të vogël. Por sepse e ka vlerësuar shumë më shumë se sa që meriton, i bëhet që me problemin e tij nuk ka më. Ndërkohë që ndoshta problemi i tij për shumë të tjerë, domethënë nuk është asgjë, as nuk e konsideron fare këto problemet. Ndaj dhe profeti alayhis salam kishte këtë tabiat marrëdhënie me këta njerëz, sepse çifut do të kesh në çdo kohë, nuk është kusht që të jetë domethënë hebrea apo çifut ai me përkatësinë e tij. Jo, por është me sjelljen. Ai mund të jetë musliman më komplet. Nëse po flasim domethënë si besim, ne po flasim si sjellje. Është i rëndë në sjellje. Mënyra se si sillet. Si duhet veprosh me të? Merrem me sportivitet. Nuk ka ndonjë gjë të vështirë këtu. Ne nuk ndryshojmë dot botën, o vëllezërit e mi. Allahu xhalla xhelalu i foli profetit të tij, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk udhëzon këtë dëshiron. Është Allahu ai i cili udhëzon ato që dëshiron. Kur ja tha kur profeti alayhis salam u pikëllu domethënë për vdekjen e xhaxhait të tij si jo besimtar, Abu Talibit. Dhe Allahu i thotë që nuk i keti në dorë këto gjëra. Ndaj dhe ne nuk kemi në dorë të udhëzojmë dhe të ndryshojmë krijesat e Zotit. Ne jemi të obliguar të veprojmë detyrën tonë si mos më miri. Po jo tjetrën. Mos e ki synimin domethënë se unë do ulem me këtë person dëshit, unë do jam mush mendja e tij, unë do e ndryshoj. Shkove larg dhe shkove gabim. Nuk duhet të jetë ky qëllimi. Qëllimi duhet të jetë domethënë arritja e kënaqësisë së Allahut. Pra si e pranoje, si nuk e pranoje, ti e ke marrë shpërblimin tënd dhe ke heq një lloj përgjegjësie. Rasti i dytë. Hebrejt në rumit e mi ishin njerëzit të cilët domethënë gëzohenin pafund kur pejgamberi alayhis salam apo dhe shokët time patjetër i ndodhen në një e keqe. Kemi rastin e sahabijut nderuar As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurara është personi i cili e ka ndihmuar më shumë ti pejgamberin alayhis salam në thirrjen në fe para se pejgamberi të emigrojë në drejtim të Medinës. Madje është personi i parë që organizoi faljen e namazit të xumas parë dhe pa shku akoma pejgamberin në Medinë. Dhe ja besoi një diçka të tillë Mus'ab ibn Umair, sahabiu i nderuar. Në vitin e parë të emigrimit të profetit alayhis salam, caktimi i Allahut ishte që As'ad ibn Zurara do të ndronte jetë. U smur, domethënë As'ad ibn Zurara dhe shkon pejgamberi alayhis salam për ta vizituar. Thot pejgamberi alayhis salam thot sa do të gëzohen hebrejt me vdekjen e Sa'adit. Sa do të gëzohenin me vdekjen e tij. Përse? Sepse e kishin konsideruar që kur shkon me të vizitu profeti, domethënë të ka shërua ku ta diun. Çfarë i thot profeti alayhis salam As'ad ibn Zurara? Me të tregohet si profet thot o As'ad, unë nuk kam dorë as me të bëj mirë as me të bëj të keq. Domethënë as me të shëru, as me të përkeqësu. Nuk e kam dorë. Ndaj shpresa ke Allahu. Ndashtë Allahu të shëron Zotin. Thot do u përpoq profeti alayhis salam diçka për të, por më kot. Për diçka në aspektin e mjekësisë. Profeti alayhis salam nuk është mjek, ha? Nuk është mjek, nuk i ka të gjitha profesionet apo virtytet, nuk i gëzon të gjitha. Mirë po thotë As'ad, thot, le ta provojmë këtë kur të cilët e bënin mjekët, domethënë, me shpresën se mos inshallah të bën dobi, nëse vdiq As'ad. U gëzuan hebrejt. Pse u gëzuan hebrejt në rumit e mi? U gëzuan hebrejt sepse gëzohenin me pikëllimin e pejgamberit dhe me dështimin e tij. Profeti në rastin konkret nuk dështoi, pikëllimi është diçka e natyrshme. Se dështim do të quhej në diçka që ti din ta bësh, je i ditur në të, por dështove, nuk për një arsye apo për një tjetër nuk e bën.
Ka gjithë jetën e mësues mund të jetë, domethënë, mund të jetë pedagog shumë i mirë. Mund të jetë shumë i përgatitur akademikisht. Nuk është i qartë kur sjerën të tjerë. Kjo është një lloj dështimi pse, sepse ky është një profesion. Kur nuk domethënë atë për cilën është i specializuar, nuk din ta përcjellë, ky është dështim. Po në rastin konkret profeti alayhis salam nuk ka dështuar, pse? Pa ai nuk është mjek. Por u përpoq ta ndihmonte në diçka e Saadit, për risku i Allahut, kaderi i Allahut ishte që e Saadi vdiq. Hebrejt gëzohenin. Çfarë kishte thënë pejgamberi alayhis salam? Sa do të gëzohenin hebrejt me vdekjen e Saadit, dhe ashtu ndodhi me të vërtetë. Çfarë na tregon kjo? Në jetë mund të rrethohemi nga shumë njerëz të cilët mund të pikëllohen me dështimet tona, mund të gëzohen me pikëllimet dhe dështimet tona. Mund të gëzohen, jo të pikëllohen, se pikëllohet dashamiri, por mund të gëzohen me pikëllimin tonë dhe dështimin tonë, si duhet sillemi ne me to. Natyrshëm, qetë, mos i ma shpresat tek robi zhgënjen. Allahu nuk zhgënjen. Vallahi, po i varë shpresat tek robi, domethënë jo me i varë shpresat e ndihmës, jo. Po shpresat tek njeriu, për shembull, vallahi, kam shok të mirë, këtë është kështu. Ka për të ardhur një moment, ka për të ardhur një çast, ka për të zhgënjur aty ku ti nuk e pret. Ndoshta s'ta ka bëj qëllimisht. Mund të jetë dashamir, ja që shkon dhe të zhgënjen. Kurse Allahu xhënë xhelalu nuk të zhgënjen kurrë. Profeti përballet me një kategori të tillë të cilët gëzohenin me pikëllimin e dërgimit të Zotit. Ja një rast tjetër. Një rast tjetër në cilin të vepronin, domethënë, të maskarej, ishte edhe pretendimi. Arabët, domethënë, besonin shumë tek hebrejt para ardhjes së profetit alayhis salam, por dhe i kishin frikë, edhe pas ardhjes së profetit i kishin frikë. Në çfarë aspekti kishin frikë? Kishin frikë se bëshin magji shumë. Madje ne dim dhe rastin kur profetit alayhis salam vetë kanë bën magji, që është dhe zbritja e Muawwidhatayn, ose dy sureve të fundit në rrëdhitje sot të Kuranit famlar, për cilën do të flasim inshallah. Ai i cili i bëri magji ishte një hebrej. Dhe arabët e kishin këtë frikë, që është e vërteta. Edhe muslimanët, domethënë, cilët kishin pranuar Islamin. Çfarë ndodhi? Hebrejt thanë, i kemi bë magjinë e muslimanëve, nuk kanë për të shtu, nuk kanë për të lindë, nuk kanë për të pas lindje. U mboll frikë në zemrat e tyre. Dashje pa dashje, domethënë, kur tjetri ta thotë diçka të frikson. Me të thonë dëshi, ta komboj jo që s'ke për dalë dot jashtë kësaj xhamie. Por aty edhe me ditë që unë domethënë jam gënjeshtar, vetëm fakti që jam du ta thonë, të futa i lloj dyshimi tek vetja. A thure? Aq mjafton që ti të fillosh kthehesh duke pa çfarë do ndodhi vjetëmi. Dhe ç'është e vërteta mbollën një lloj frike të tillë. Derisa Allahu xhënë xhelalu dërgoi gëzimin e madh të muslimanëve, lindjen e sahabiut të nderuar Abdullah ibn Zubairit. Dhe ai shumë u gëzoi musliman për lindjen e tij, sa i japi Zubair ibn al-Awwam, për cilin folëm në javën e kaluar, e mori dhe dërgoi tek pejgamberi alayhis salam në shenjë gëzimi, akoma pa i dhënë gjë nëna vet, për sa i kishte lindur. E mori e dërgoi ke pejgamberi alayhis salam, dhe gjoja e parë domethënë që ka hyrë në trupin e këtij fëmie, ka qenë ajo që quhet tahniku ose hurma e përtypur nga ana e pejgamberit alayhis salam, e bërë domethënë e njomzuar me lutje që është lutur për të. Pra, shikoni se si hebrejt domethënë mbillnin terror aty ku mundin. Ndërsa profeti alayhis salam nuk merrej se çfarë thon ose si të replikojmë, që do të thotë që në jetën tënde mos e ki merakun që dikush hodhi një gur, e në burrat merremi gjithë me ato. Shumë gjëra është koha kuruesi më i mirë dhe shëruesi më i mirë në të njëjtën kohë.
Kuruesi dhe shëruesi është koha, domethënë, më e mirë atje. Ndaj te profeti alayhis salam, domethënë, i la, nuk u mor me ta. Nuk tha shiko, nuk u kushtoi vëmendje të veçantë, më thon musliman, shiko, i ka Zoti dorë këto gjëra. Nuk i kanë hebrejt, nuk s'nedi më mor me këto gjëra. Pse? Po sepse o vëllezërit e mi, sot fola, nesër do të flas, pas nesër do të flas, ne do të na shkojë jeta komplet duke të fol po me të njëjtën gjë. A pse ashtu, ha? Pse? Po ashtu pra, ashtu. Ndërsa muslimani duhet të jetojë domethënë me prova fikse. Ndaj dhe profeti alayhis salam i la reflektonin vetë. Lindi Abdullah ibn Zuberi u shujt pretendimi i hebrejve. E fundit, sepse të tjera ndodhi do të na shoqërojnë gjatë jetës së profetit alayhis salam, do të shohim domethënë pabesinë e tyre, tradhtinë e tyre, smirën e tyre. Hebrejt ishin njerëzit domethënë që nuk kursenin asnjë çast për të mbjellë dyshime. Ne dimë që profeti alayhis salam kur emigroi në drejtim të Medinës për 16 ose 17 muaj me radhë, është falë në drejtim të Kudsit, xhamisë Aqsa, derisa Allahu xhallal xhelalu i dha urdhër dhe i dha leje me u kthy nga Qabja. Po shikoj ç'thoshin hebrejt tani përpara. Hebrejt thoshin, a e shihni Muhammedin? Këtej në thonë që ju jeni jo besimtar, këtej nuk lën gjë pa bo vetëm se më na imitu neve. Ndaj thotë, edhe në adhurimet e tij drejtohet andej nga drejtohemi dhe ne. Derisa Allahu xhallal xhelalu urdhëroi të dërguarin e Zotit që ktheu nga Qabja. Realisht u ktheve nga Qabja apo u ktheve nga Aksa apo në drejtim të gabuar në mënyrë të paqëllimshme po flasim. Në mënyrë të paqëllimshme, jo qëllimisht. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Thot Allahu xhallal xhelalu, nga do që ju të ktheheni, andaj do të gjeni Allahun subhanahu wa taala. Pra ne pse drejtohemi nga Qabja, se na ka urdhëruar Allahu. Thjesht nuk është se ne adhurojmë muret e Qabës. Dhe shejtëria e Qabës, domethënë çfarë bën është aq të shejtë atë, adhurimi këtyre njerëzve. Po jo se ne adhurojmë Qabën, nëse nuk adhurojmë gurët e drujt. Domethënë Qabën e kanë bërë durët e njeriu si ndërtesë. Ndërsa si shejtëri e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Ndaj dhe hebrejt domethënë çfarë thoshin? Këtej Muhamedi në mohon, thot ju jeni pabesimtar, ndërsa nga ana tjetër nis thonte dhe s'len gjë pa ne imitu. Ndërkohë që kur ndodhi ndryshimi, nis mohabeti ndryshe. Nuk le gjë thonte Muhamedi pa na kundërshtuar neve. Nuk lën gjë pa na kundërshtuar, është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, po pse është e vërtetë? Është e vërtetë nderuarit e mi sepse këta njerëz janë të pasinqertë në ato që thonë, në ato që pretendojnë, në ato që veprojnë. Janë njerëz të cilët i kanë kushtuar rëndësi interesit tyre. Pra shumica prej tyre kanë kushtuar rëndësi interesit tyre personal. Dhe për interesin e tyre personal janë të gatshëm për të shitur gjithçka, për të bërë gjithçka. Ndaj dhe në rastin konkret u zotuan se profetin alayhis salam do ta kundërshtojnë deri në fund, deri në maksimum. Do bëjnë pamundur. Mirë po Allahu xhallal xhelalu në Kur'anin e tij famlar thot: "Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Ata bëjnë kurthe, por dhe Allahu bën plane. E janë planet e Allahut që dalin në përfundim. Hebrejt kishin një bashkëpunim të shkëlqyer me munafikët, me hipokritët. Mund të konsideroheshin ndryshe koka orientuese dhe drejtuese e tyre. Ndaj dhe Allahu xhallal xhelalu në surën Bakara thot: "Dhe kur ata veçohen kush? Munafikët.
ke miqtë e tyre, ke shejtanët e tyre, i ka qytë Allah, ila shayatinihim, qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Thonë, ne jemi me ju, vetëm se tallemi me ta. Kanë thonë komentatorët e Kuranit, kush janë shejtanët në rastin konkret? Hebrejt. Pra munafikët, kur veçoheshin me hebrejt, ishin mollë dartë me njëri tjetrin. Këte ju hiqnin domethënë si besimtar, ndërsa kur qëndronin me hebrejt, gjithçka ndryshonte. Kishin një bashkëpunim të shkëlqyer dhe profeti alayhis salam këtë e dinte shumë mirë. E megjithatë, dhe ky është besimi, dhe besimi thotë që kur ti e beson që kjo është e saktë, është e drejta dhe e përcjell ashtu siç duhet, nuk të dëmton askush. Nuk të dëmton askush se çfarë thon, se çfarë vepron, se çfarë përpiqet. Ndaj, dhe në jetë, sado që të ketë njerëz të cilët bashkëpunojnë kundra nesh, kundra asaj që përfaqësojmë ose përcjellim, jo si individ, por kundra asaj që përfaqësojmë dhe përcjellim, mos u shqetëso as pak. Koha është shëruesi më i mirë, është ajo që i nxjerr gjërat në breg ashtu siç duhet. Ndaj leje çdo gjë kohës, merri gjërat me sportivitet, nuk e meriton asnjë çast ta çosh dëm me urrëtie, me mëri, me smir, me hamendësime, me paragjykime, jo po më tha, jo po i thash, jo po duhet i kisha thonë. Gjitha këto do të kalojnë. Ja i the, çfarë ndodhi, asgjë. Ja e veprova, çfarë ndodhi, asgjë. Ndaj le të sillemi si musliman siç na urdhëron Allahu, të jemi të drejtë, të jemi të sinqertë me Zotin e gjithësisë, lutem ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiron. Na pajisë Zot me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhis salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot të vëmë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Lutem ty i madhnueshmi Allah për gjithë pranishmit, o Zot mos u le lutje pa i pranuar. Mos na lejo të çohemi prej këtu vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet pa refuzuara, sikurse na mundsove të mblidhemi këtë natë begat, me madhruar madhrinë tënde nëpërmjet mësimeve profetike, na mundso Zot që të gjithë bashku të mblidhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, bashkë me familjarët tanë dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tonë. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.